Të nderuar besimtar, një ditë profeti alayhi salam ndodhej me një sahabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe i thot atij prit. Dhe pas një farë kohe i thot: "Më kanë zbritur dy sure më të mira që i kanë zbritur njerëzimit." Dhe i lexon surën El-Falaq dhe surën En-Nas, dhe gjithashtu ja lexoi këtij sahabiu të nderuar këto dy sure kaq kuptim plota dhe kaq të rëndësishme për jetën e cili do prej nesh. Dhe gjithashtu ai këto dy sure i lexoi në namaz, transmetohet në hadith të nderuar besimtar. Kurani është mrekullia më e madhe që Allahu Azza wa Jall ka lënë pas ndërimit të jetës së profetit alayhi salam. Është një mrekulli që do të ekzistojë, që do të ruhet nga ana e Allahut Azza wa Jall deri ditën e gjykimit. Ai është një thesar, është një oqean dijesh. Është një det i gjerë që i mbush shpirtat e besimtarëve, zemrat e besimtarëve, sepse është fjala më e mirë që të udhëzon tek e drejta gjithmonë, sepse është fjala e vërtetë që ndan të kotën nga e vërteta, sepse është fjala e të drejtit absolut, fjala e Allahut Azza wa Jall. Sot do të flasim për dy sure shumë të rëndësishme që ne i kemi dëgjuar, por do t'i analizojmë pak për rëndësinë që kanë to në jetën e besimtarit të nderuar vëllezër. Allahu Azza wa Jall është ai që i ka renditur suret e Kur'anit. Ai e ka mësuar profetin alayhi salam, dhe suret në Kur'anin famlar nuk janë renditur sipas rendit të kronologjisë që ato kanë zbritur, dhe as nuk janë në lënë në dorë të profetit alayhi salam, por Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar Xhibrilin dhe i ka thënë profetit ton Muhamedit alayhi salam, këtë sure renditet në këtë vend, këtë sure renditet në këtë vend. Dhe pikërisht tre suret e fundit, surja Ikhlas, surja El-Falaq dhe suratun Nas, janë njëra pas tjetrës dhe janë të treja sure mekase. Në fillim është surja El-Ikhlas, që është një e treta e Kur'anit, thot profeti alayhi salam, sepse flet për njohshmërinë e Allahut Zotit të botëve. Dhe thuaj, thot Allahu Azza wa Jall, që Zoti është një, i vetëm, i pashoq, ai është teku. Ai është absoluti që të gjithë krijesat strehohen me amshim tek madhështia e tij. Ai nuk është i lindur dhe as nuk ka lind kënd, thot Allahu Azza wa Jall, dhe me atë asgjë nuk krahasohet, nuk barazohet, sepse ai është i vetëm në emrat e tij të bukur dhe në cilësitë e tij të plota. Jo më kot para dy sureve El-Falaq dhe Nas tregohet në radhë të parë për njohshmërinë, për madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Sepse pa njohur madhështinë e Zotit të botëve, ne nuk mund të strehohemi, të mbështetemi tek madhështia e tij ashtu siç i takon madhështisë së tij. Dhe pikërisht Allahu Azza wa Jall e fton njeriu, sepse njeriu duke qenë një qenie e dobët, e brisht, ka nevojë që të strehohet, të kërkojë mbështetje tek Zoti i botëve që ka çdo gjë në dorë, ai që krijon çdo gjë, ai që ruan njeriu nga çdo gjë, ai që i thot çdo gjë e bëhet dhe ajo bëhet më njëherë. Në këtë formë, në këtë prizëm njeriu kupton dobësinë e tij, kupton edhe madhështinë e Allahut Azza wa Jall, për të cilin ka nevojë në çdo etapë të jetës, në çdo moment të jetës. Allahu Azza wa Jall e fton njeriu ku i thot: "Kul a'udhu bi rabbil falaq." Thuaj, unë kërkoj mbrojtje, strehohem, mbështetem tek Zoti i agimit. Fjala El-Falaq ka kuptimin e dritës së parë të mëngjesit, pasi ka kaluar errësira e natës. Allahu Azza wa Jall i tregon njeriu që ai është që kontrollon çdo gjë në rrezullin toksor në të gjitha planetet dhe në çdo gjë që di mendja e njeriu. Pasi ai ka sjell natën, ai me madhështinë e tij e largon natën dhe sjell ditën. Në një farë mënyre, ato gjëra që i ka frikë njeriu në jetën e tij, që kërkon ndihmë nga Allahu Azza wa Jall nga çdo situatë e sikletshme, Zoti sikur e krahason me natën, me ato gjëra që njeriu i ka frikë dhe nuk i do, dhe dritën e agimit e jep si një lehtësim
pas një vështirësie, pra ashtu si të shkalon nata dhe vjen dita, edhe vështirësitë që ka njeriu, kur ai strahohet siç duhet tek Zoti i botëve, Zoti sjell dritën e agimit të nderuar besimtar. Wa min sharri ma khalaq, thot Allahu azza wa jall. Dhe Allahu azza wa jall që nxjerr të vdekurin nga i gjalli dhe të gjallin nga i vdekuri dhe natën e kthen në ditë, padyshim njeriu duke kuptuar madhështinë e Zotit i lutet Allahut azza wa jall duke i thënë: "Më mbro mua min sharri ma khalaq." Më mbro mua nga çdo e keqe, nga sherri i çdo gjëje që ke krijuar ti o Zot në madhështinë tënde. Dhe kjo përfshin të gjithë krijesat. Dhe që mund të sjellin dëm material ose shpirtëror njeriu në këtë botë ose në ahiret, që mund të jenë dëme objektive ose subjektive, mund të jetë shumë herë jashtë vullnetit ton, por edhe brenda vullnetit të njeriu. Dhe nga e keqja që ne i kërkojmë Zotit përfshihen të gjithë shejtanët, njerëz dhe gjinde, të gjitha shtazët e ekra, insektet, mikrobet, helmet e ndryshme, zjarret, gjunahet dhe kapriçot e egos ton, dhe njeriu i kërkon strehim madhështisë së Allahut nga çdo e keqe që ne e dim dhe nuk e dim, por i kërkojmë mbrojtje Allahut në madhështinë e tij që të na ruajë nga të gjithë të këqijat. Është edukat e muslimanit që ai nga të gjithë të këqijat të strehohet, të kërkojë ndihmë tek Zoti i botëve. Asnjëherë njeriu nuk kërkon ballafaqim me të keqen. Gjithmonë strehohet, mbështetet tek Zoti i botëve për çdo situatë të keqe, të frikshme, të ligë në jetë, duke u mbështetur tek madhështia e Zotit, dhe gjithmonë njeriu kërkon mirësi nga Allahu azza wa jall. Pra mbrohemi gjithmonë nga çdo situatë e keqe tek madhështia e Zotit dhe kërkojmë po tek madhështia e Zotit që të na jap mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, të nderuar besimtar. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe më mbro mua o Zot nga sherri i natës kur ajo bëhet errësirë, thot Allahu azza wa jall. Nata simbolizon edhe fillimin e të keqes, sepse në fillimin e natës bëhen të gjitha komplotet nga shejtanët njerëz dhe nga shejtanët gjin, të nderuar besimtar, dhe nata është simbol që fillon dhe përhapet e keqja mes njerëzve. Wa min sharri naffathati fil uqad. Dhe më mbro mua o Zot nga sherri i falltarëve që fryjnë në nyje, nga sherri i magjistarëve që fryjnë në nyje, në fije, në nuska, që është një diçka që e dëmton njeriu her pas here. Më mbro mua o Zot nga sherri i falltarëve që fryjnë në nyje, thot Allahu azza wa jall. Në kohën e ignorancës kjo gjë ishte shumë e përhapur, por padyshim në çdo kohë kjo është diçka shumë e përhapur, sidomos në shoqërinë tonë, në vendin tonë të nderuar besimtar. Thuaj se në çdo familje ka hyrë një dukuri e tillë. Njerëz që shkojnë në për magjistar, në për falltar, që i lidhin nyje, që i shkojnë nuska, besytni nga më të ndryshme, që nuk i numëron dot, që është shumë e përhapur në shoqërinë tonë dhe në popullin tonë. Sepse në kohën e komunizmit, kur ai sistem e largoi fenë e Allahut azza wa jall, padyshim që ku largohet adhurimi i Zotit, mbushet vendi me shirkiate, me politeizëm të madh, ku në çdo lagje është një yshtar, në çdo fshat është një fallxhor, dikush shikon filxhanin, dikush shkruan nuska, dikush mendon që e di të ardhmen dhe kanë në dorë fatin e njerëzve. Dhe në këtë formë njeriu i kërkon mbrojtje e Zotit nga këto të këqija që mund ta kaplojnë gjithë secilin prej nesh të nderuar besimtar. Penjt, fijet, besytnit, çdo gjë. Fjala naffathati është një emër i gjinisë femërore. Në fakt, femra është simboli, gruaja është simboli i të keqes që bëhet në anë të magjisë. Po të shikojmë në të shumtën e rasteve, magjistarët, yshtarët, në të shumtën e rasteve janë të gjinisë femërore. Janë gra, sepse intriga e gruas ka një rol
në vendimarrjen dhe në vullnetin e burrit nderuar besimtar. Allahu kur përshkruan kurthin e shejtanit thot inna kayda shaytani kana dha'ifa. Në të vërtetë që kurthi i shejtanit është shumë i dobët. Kur njeriu kërkon mbrojtje dhe thot o Zot më mbroj nga shejtani i mallkuar, ai largohet. Ndërsa për kurthin e grave, siç tregohet në surën Yusuf, inna kaydakunna adhim. Në të vërtetë që kurthi juaj është shumë madhështor, e përshkruan Allahu pra ligësinë e gruas kur ajo shkon drejt fallit, drejt magjisë, drejt yshtjes. Dhe pikërisht janë gratë ato që shkojnë dhe flasin me njëra tjetrën dhe shkojnë tek një yshtar dhe pasi shkojnë tek një yshtar, shkojnë tek një yshtar tjetër. Këto sure njëkohësisht na tregojnë realitetin se çfarë ndodh me këta njerëz. Por nga ana tjetër na nxit Allahu Azza wa Jall që njeriu këto dy sure duhet i lexojë sepse janë shumë të rëndësishme, sepse njeriu është përballet me të keqen në çdo moment të jetës tij. Dhe ka dhe kuptimin në thati egot fryrëse ose shoqëri fryrëse, pra shoqëri që merren me fall, shoqëri që shkruajnë nuska, që merren me penjë të lidhur, me ngatarresa që ngatarrohen nëpërmjet familjeve, nëpërmjet bashortëve, nëpërmjet farefisit, nëpërmjet të gjithë njerëzve të nderuar besimtar. Prandaj ajo që na nxit Kurani feja e Allahut Azza wa Jall është njeriu ti lexoj këtë sure, ti lexoj vetes së tij, ashtu siç na mëson edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Njeriu duhet të mbështetet madhështisë së Allahut për çdo situatë, ti lutet atij dhe këtë sure ti lexoj çdo ditë në mëngjes edhe në mbrëmje, ashtu siç i lexonte profeti sallallahu alaihi wasallam. Zoti juaj nuk do t'ju përfilte nëse nuk do të ishte lutja juaj, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe më lutuni mua dhe unë do t'ju përgjigjem, thot Allahu Azza wa Jall. Pra njeriu nxitet që këto sure t'i lexojë vazhdimisht vetes së tij, familjes së tij, edhe fëmijëve të tij, sepse njeriu përballet me të keqen në çdo moment, në çdo ditë, në çdo moment të jetës së tij të nderuar besimtar. Wa min sharri hasidin idha hasad. Dhe o Zot më mbro mua nga e keqja e smirxhiut kur ai xhelozon ka zili. Zilia smira është një ndjenjë shumë e ligë, një ndjenjë shumë e keqe tek zemra e njeriu. Që njeriu që ka zili, që ka smirë, një mirësi që ja ka dhënë Zoti dikujt tjetër është një zemër e ligë, që në vend që të kërkojë nga mirësitë e Allahut të madhëruar, por dëshiron me zemër, me zell, me smirën e tij, me zilinë e tij, që Zoti mos t'i jap atij mirësi, por të paktën t'i largojë mirësitë që ka dikush tjetër, dhe kjo Allahu na ruajt e çon njeriu drejt shkatërimit të botës shpirtërore, drejt shkatërimit të zemrës së njeriu, dhe ajo është e gjithë e keqja që e kaplon njeriu, që ja përpin të gjithë të mirat, thot profeti alayhis salam, ashtu si zjarri i përpin drut, edhe zilia që ka njeriu ja përpin të gjitha mirësitë që mund të ketë njeriu. Besimtari ushqen ambicie dhe jo zili, thot profeti alayhis salam. Besimtari ushqen ambicie kur dikush Allahu i ka dhënë pasuri dhe i ka dhënë dituri, ai njeri lutet duke kërkuar bekim për vllajën e tij që Zoti mos ia marrë këtë mirësi, por t'ia bekoj pasurinë dhe dijen e tij, dhe lutet që edhe ai të ketë këtë mirësi që Allahu ja ka dhënë dikujt tjetër. Kjo është zilia, smira që lejohet në Islam të nderuar besimtar. Dhe smira është burimi i të keqes që ka ndodhur në qiell dhe është burimi i të keqes që ka ndodhur në tokë të nderuar besimtar. Iblisi i mallkuar pikërisht sepse xhelozoi Ademin alayhis salam, nuk i shkoi në sejdë madhërimi Ademit alayhis salam, dhe ai u shporr nga xheneti i nderuar besimtar. Po ashtu dy djemt e Ademit alayhis salam, Kabili me Habilin, sepse Allahu Habilit ja pranoi kurbanin dhe vllai i tij Kabili e xhelozoi në tokë, dhe në këtë mënyrë ai e vrau vllain e tij, dhe pikërisht ishte xhelozia smira. Dhe xhelozia dhe smira është smundja që i ka kapluar të gjithë popujt, thot Allahu Azza wa Jall, dhe është smundja që i shparos të gjithë popullsinë, të gjithë shoqëritë, thot profeti alayhis salam. Smira është asgjësuese e çdo gjëje të mirë të nderuar besimtar. Surja Nas, Kul a'udhu bi rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. Thuaj, strehohem kërkon mbrojtje nga Zoti i njerëzve, nga krijuesi
nga sunduesi i njerëzve dhe nga ai që është i adhuruari i njerëzve, thot Allahu Azza wa Jall. Allahu kur e shoqëron emrin e tij me njerëz, në fakt është një nderim që Zoti i bën njeriu të nderuar, vëllezër besimtar. Kur përmend emrin e tij bashkë me njerëzit, padyshim që njeriu do të ketë një lidhje të vazhdueshme me krijuesin e tij, sepse Allahu Azza wa Jall çdo gjë që shet syrin e njeriu e ka nënshtruar që t'i shërbejë njeriu, dhe Allahu kërkon nga ne të jemi robër falënderues dhe të mbështetemi atij për çdo gjë dhe të adhurojmë vetëm Allahun Azza wa Jall. Kul a'udhu bi rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. O Zot më mbro, ti që je Zoti i njerëzve, sunduesi i njerëzve, dhe ti që je i adhuruari i vetëm i njerëzve. Allahu e ka lidhur jo më kot Zoti i njerëzve, sunduesi i njerëzve, sepse mes njerëzve ka edhe njerëz që janë pushtetar, njerëz me pushtet, njerëz me pozitë, njerëz të pasur. Por Allahu duke i lidhur të treja, duke thënë Zoti i njerëzve, sunduesi i njerëzve dhe i adhuruari i njerëzve, do të thotë që mos u lidhni me sundimtarët, me ata që kanë pushtet, që kanë pozitë, por lidhuni me sundimtarin e vërtet që është Zoti i botëve, dhe vetëm atë adhuroni dhe vetëm nga ai kërkoni ndihmë, të nderuar besimtar. Malikin nasi, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Allahu Azza wa Jall thot min sharril waswasil khannas, dhe më mbro nga sheri, nga e keqja e djallit që cyt edhe që fshihet, që vazhdimisht njeriu i përshpërit në vesh për ligësi, për punë të liga, që ai të largohet nga Zoti i botëve. E mashtron, e përshpërit, i flet me zë të ulët. Fjala waswas do të thotë që të flasësh në vesh me zë të ulët. Ashtu siç na vinë në cytjet, ngacmimet nga shejtani i mallkuar, sikur është një zë i brendshëm që na thotë, na fton vazhdimisht për të bërë keq. Thot bë këtë, mos e fal namazin, mos lexo Kur'an, mos jep sadaka, bëu do shtrënguar. E fton njeriu vazhdimisht, sepse çdo njeri ka një shejtan që qarkullon në gjakun e tij, thot profeti alayhis salam, që e nxit vazhdimisht për të bërë keq. I bën përshëritje, dhe fjala waswas do të thotë që ai vjen të përshpërit në vesh një fjalë të keqe, largohet, edhe pse nuk ja del, vjen përsëri. Edhe pse nuk ja del për dytën herë, vjen përsëri me zë të ulët, të nxit për keq, për ligësi, që të ndahesh nga bashkëshortja, që të shkatërrosh familjen, që të mos punosh, që mos adhurosh Zotin. Të fton për çdo ligësi që mund të bëjë njeriu, sepse shejtani është qenia me eksperiencën më të gjatë në rruzullit të kësor. Ai ka një eksperiencë të gjatë që nga Ademi alayhis salam deri në kohët e sotme, dhe ai një karakterin e çdo kusht. Dikush dikënd e nxit, duke e nxitur drejt femrës, drejt pozitës, drejt pasurisë, drejt famës, drejt pushtetit. Dikush tjetër, dikënd tjetër e mashtron duke i bërë të dashur për gojimin, për çarjen, të flasësh për nderin e tjerëve. Pra çdo njeri ai e mashtron, dhe njeriu ka një sfidë të madhe me egon e tij dhe me të ligësi që i vjen vazhdimisht, që është e përhershme, të nderuar besimtar, dhe njeriu duhet të strehohet tek madhështia e Allahut Azza wa Jall. Mua shejtanin tim, i tha profeti alayhis salam, Zoti e ka nënshtruar dhe ai mua nuk mund të më mashtroj dot, thot profeti alayhis salam, ndërsa neve ai na nxit, na mashtron her pas here, na përshpërit në format nga më të ndryshmet, në dobësitë që ka gjithë secili prej nesh. Prandaj njeriu këto sure duhet i lexojë çdo ditë, çdo moment, në mëngjes edhe në mbrëmje, në çdo situatë, sepse është një sfidë, një luftim i përhershëm. Shejtani ju ka marrë për armik, prandaj edhe ju ta bëni armik të përbetuar, thot Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Ai që i përshpërit dhe nxit njeriu në zemrat, në kraharoret e njerëzve, thot Allahu Azza wa Jall. Qoftë prej gjindëve, qoftë edhe prej njerëzve. Pra ka shejtan prej njerëzve edhe shejtan prej gjindëve. Shejtanët prej gjindëve janë shumë të lehtë për të mposhtur, ku njeriu thotë eudhu billahi minash shaitanir rajim dhe përmend Zotin, më një herë largohen, ndërsa shejtanët prej njerëzve janë aty vazhdimisht. Ai të flet keq vazhdimisht, ulet me ty, e pi kafen me ty, ndoshta mund të falet edhe me ty.
Ai rri afër teje, afër familjes tënde, afër punës tënde, afër teje në çdo situatë dhe të nxit vazhdimisht për të bërë keq, të largon nga adhurimi i Zotit dhe të fton drejt humbjes totale në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ai nuk ka mëshirë, sepse fjala veswes do të thotë që të mashtron, të fton, të përshpërit në të gjitha ligësitë, derisa ai të ketë një fushë veprimi, dhe kjo fusha e veprimit të njeriu kthehet në imagjinat, kthehet në mendime, dhe pastaj kjo ligësi dëshirohet me zemrën e gjithë secilit prej nesh dhe kthehet në vullnetin ton dhe kthehet në veprim. Zoti na ruaj të nderuar besimtar, dhe ai nuk ka mëshirë, gjithmonë tërhiqet, sulmon me ligësi nga më të ndryshmet dhe fshihet sikur ai nuk ka bërë gjë. Dhe kjo është prova që përballet gjithë secili prej nesh të nderuar besimtar. Fjala e Allahut është fjalë madhështore. Kurani ka nisur duke thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falënderimi takon Zotit të botëve. Allahu ka krijuar shumë botë. Ai që është i mëshirshëm, ai që i mëshiron dhe është mëshirbërës i mëshirplot me gjithë njerëzit, sunduesi i ditës së gjykimit, sunduesi i vërtet i çdo gjëje. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, thot Allahu Azza wa Jall. Pra ne në çdo namaz i lutemi Zotit që vetëm ty të adhurojmë, se ti je i adhuruar i njerëzve, dhe nga çdo e keqe ne vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, sepse ti ke krijuar çdo gjë të keqe edhe të mirë, dhe ne strehohemi që të na mbrosh nga gjithë të këqijat vetëm me madhështinë tënde. Kurani ka nisur duke falendëruar Zotin e botëve, ai që ka krijuar çdo gjë dhe ka nështruar çdo gjë për ne, për njeriu, që ne ta adhurojmë atë dhe të jemi robër falendërues, ta përmendim atë vazhdimisht. Dhe fjala e fundit në Kur'an është fjala an-nas, njerëzit. Pra, falenderoni Allahun, nis Kur'ani, dhe fjala e fundit është nas. Në surën Fatiha, ajo përbëhet nga 22 shkronja, gjithashtu edhe surja an-nas përbëhet nga 22 shkronja të nderuar besimtar. Kur'ani flet me gjuhën e tij shumë madhështore, shumë melankolike, me gjuhën e tij shumë të bukur, të vërtetë, sepse është fjala e Allahut Azza wa Jall, por ai flet edhe me tingujt e tij, me tonin e tij të nderuar besimtar. Le ta dëgjojmë surën an-nas që flet për përshpëritjen, për cytjen që bën djalli i mallkuar tek njeriu. Po ta dëgjojmë me vëmendje nga arabishtja. Kul a'udhu bi rabbin nas, të vështrojmë shkronjën s. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Shkronja s është si një përshpëritje hyjnore që e sfidon përshpëritjen e falltarëve e magjistarëve, prandaj këto dy sure janë mrekulli që nuk duhen ndarë nga jeta e gjithë secilit prej nesh të nderuar besimtar.